Ne do të mbetemi tek aktualiteti politik, do të zhvillojmë bisedë në studio me politologun Ilir Kalema. Faleminderit që jeni këtu. Një pyetje për desorofikimin e Partisë Demokratike. Pasi u bë dekomunistizimi dhe kthimi i Partisë Demokratike në një parti konservatore, nis betejë ndaj Sorosit tashmë. Çfarë mund të arrihet kësaj radhe? Nis betejë më duket fjalë e madhe sepse kjo ka të paktën 3-4 vjet betejë publike, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berishës. Tani se del një nga 300 anëtarët e Këshillit Kombëtar dhe ka një propozim për të mediatizuar, nuk besoj që ja vlen që ne të shpenzojmë kohë televizive për këtë gjë. E kuptoj. Për shembull, reforma në drejtësi, thot Partia Demokratike, është e Sorosit. Por vetë ja dha votat nga ana tjetër. Kujtojmë që 140 vota u dhanë atëherë. Besoj sot kanë ndodhur gjëra shumë me interes publik. Po do ndalemi patjetër te të gjitha, por çfarë diagnozë politike mund të flasim në këtë rast? Do të thënë kjo është përbën lajm, se kjo është pakën 3 vitet e fundit që është folur për këtë gjë, ndërkohë që sot kemi lajme, do të thënë cilat natyrisht meritojnë vëmendjen e publikut. Inkoherenca e Partisë Demokratike lidhet edhe me SPAK-un. Nga skapi i partisë, sot zoti Berisha u shfaq si zëdhënës i prokurorisë, ku shprehej se Goron Meçi është në Gjermani apo se Daniel Shima nuk dihet se ku është. Ndërkohë, të gjitha këto janë akte të firmosura nga Altin Dumani ose Altin Troplini, si thot zoti Berisha. Ku ka humbur pusulla, mendoni ju, opozitës? Një përgjigje për opozitën? Shiko, lajmi sot që ka interes publik, janë disa lajme. Lajmi parë, të paktën si kronologji kohore, ishte që gjithë kupola, do të thënë atyre që janë personat ndër më të afërt të kryeministrit, duke filluar nga drejtoresha e plotfuqishme e Akshit, duke vijuar me Gysin Ergys Agasin, i cili ishte një nga operatorët më të rëndësishëm të qeverisë. Burime brenda saj thonë që 2 ishin kampet kryesore, një drejtuar nga zonja Belinda Balluku dhe tjetri drejtuar nga zoti Ergys Agasi. Dhe të 2 këta persona sot morën një mandat nga SPAK-u. Pra ky është lajmi me interes publik. Pra krau i majt dhe krau i djathtë i kryeministrit sot janë të detyruar, pra kryeministri është i detyruar të lëshojë. Natyrisht ka 2 rrugë këtu. Rruga e parë është nëse mundohet të shpëtoj përmes procedurës parlamentare zonjën Balluku, atëherë i bie qeveria. Nëse lëshon zonjën Balluku, atëherë delegitimon parlamentin. Natyrisht në rastin e zotit Agasi është dhënë një paralajmërim para prag dhe ai sot gjendet sipas burimeve informale në Dubai apo në ndonjë vend tjetër, pra i pa arritshëm nga policia e shtetit. I njëjti lajm u dha për operacionet e policisë në Elbasan, kur një shumë përfolur aty për lidhjet me mazhorancën aktuale, një faktor elektoral me shumë pesh, nuk është arrestuar tot, pra është dekonspiruar në rastin e tij, por ishin 14 apo 16 të tjerë të arrestuar. E njëjta gjë ka ndodhur më parë me qarkun Durrës, pra këtu flasim edhe për një krim elektoral masiv që shkruar në zgjedhjet që sapo lan pas, dhe bëhet fjalë për eksponent të krimit të organizuar, të cilët natyrisht janë të ndërlidhur shumë fort me personazhet e politikës si ne përmendëm pak më parë. Dhe ky është lajmi që duhet të trondisë, dhe ky është lajmi që duhet të na alarmojë si qytetar të këtij vendi, pastaj si komentator apo sepse ka të bëjë me paranë publike, ka të bëjë me paranë tonë si taksapagues, ka të bëjë me paranë që shkon në drejtim të paditur, pra nuk shkon vetëm një personazh drejtim të paditur që sot nuk ka arrin dot policia e shtetit. Qoftë ky personazh i nomenklaturës së lartë qeverisë dhe që sot gjendet në Rati apo i administratës apo i qarqeve të caktuara, të cilët nuk arrin dot në policia e shtetit për shkak të konspirimit, të aksioneve të tyre me shumë mundësi, por bëhet fjalë për paranë tonë të taksapaguesve, e cila ka shkuar po ashtu në drejtim të paditur. Dhe kjo intereson opinionin publik, intereson jo vetëm dënimi penal i tyre, sa është vendimi i gjykatave. Dhe natyrisht SPAK-u nuk është hetur si Enver Hoxhës, e cila shpall dhe pretensën, por intereson çfarë do të bëhet me paratë që këta kanë marrë. Pra, kur bëhet fjalë për zonjën në fjalë të Akshit, bëhet fjalë dhe për një operator biznesi i cili kishte përqendruar dhe kishte monopolizuar gjithë tenderat për gjatë gjithë viteve. Dhe ajo që bën akoma më flagrante është që kemi dhe rastin në drejtorit policisë Tiranës, i cili ishte përfshirë në një pengmarrje, do me thënë prapë, të përfshihet shteti, organizma, kjo nuk ishte parë dhe dëgjuar, do me çdo gjë kishim dëgjuar në këtë vend, po të përfshihet shteti drejt për drejt në një pengmarrje, do me thënë të një konkurrenti për të tërhequr nga tenderat, do me thënë personazhit biznesi, gjithmonë nëse verifikohet në gjykata, po të paktën me informacionin që disponojmë deri tani, kjo te kalon edhe ato filmat që bëhen gjetsk, siç ka thënë dikur ministra aktuale jashtme. E mendoni që SPAK sot do të bënte një kërkesë drejtuar kuvendit në lidhje me zonjën Balluku, pra si e shihni masën ndaj saj?
Unë e shoh, do të thënë një masë proporcionale, shoh që e prisja këtë gjë, mendoj se që dhe zoti Rama e ka ditur këtë skenar, pra ka qenë i përgatitur. Natyrisht ka qenë i përgatitur dhe për vendimin e gjykatës kushtetuese, edhe për nismën aktuale. Mendoj që për momentin zoti Rama do luftoj ose do bëj sikur e lufton, sepse nuk është për të bërë fallxhorin këtu, por e kemi parë këtë film disa herë, kemi parë me Sajmi Tahirin, e kemi parë me Erion Velin, pa përmendur dhe të tjerët, të cilët mund mos t'jenë kaq të rëndësishëm për mazhorancën sa që ishin dy personat e si për përmendur, dhe natyrisht zonja Balluku, për peshën që ajo ka, për Partinë Socialiste, për qeverinë, natyrisht është ndoshta akoma më e rëndësishme nga zoti Tahiri apo zoti Veliaj apo zoti Ahmetaj në kohën e tyre. Megjithatë, filmi është i njëjti. Pra, zoti Rama apo me zotin Beqaj apo me zotin Koka, pra ka demonstruar që i ka mbështetur, derisa nuk i ka mbështetur më. Pra, për të ruajtur ekuilibrat brenda partijak, për të ruajtur ekuilibrat brenda qeveritar, natyrisht që ai do bëj edhe pjesën e shout, edhe pjesën e betejës parlamentare, qeveritare të tjera, për shembull në rastin e dërgimit të çështjes kushtetuese, ajo i konvenonte më shumë zotit Rama se vetë zonjës Balluku. Se siç e pam, është përkeqësimi i kërkesës së SPAK-ut. Pra bëj fjalë vetëm për një pezullim të përkohshëm të detyrës dhe ndalim të vajtjes jashtë vendit, tani bëhet fjalë për mas arresti. Po në rastin e zotit Rama ajo i konvenonte, sepse nëse ajo krijoi precedent, nesër SPAK-u mund të bënte të njëjtën gjë me vetë zotin Rama, e cila do ishte papranueshme për të. Prandaj ishte dhe ajo batuta për BKH-n dhe koburet e tyre që ata nuk i dorëzonin e tjerë në podcastin e ditës së diel. Kështu që unë mendoj që zoti Rama e njeh shumë mirë, sepse e para posedon informacionin, nuk është se e dyta ka burimet e informimit. Ka burimet e informimit. E dyta e njeh mirë këtë shaun politik vendor, domethënë, sepse ka kohë që është operator i vjetër politik. E treta ka durim strategjik. Pra, e katërta i njeh mirë balancat e forcave dhe brenda partisë, dhe mendoj duke marrë parasysh edhe goditjen e njëkohshme të dy kampeve, ndoshta njëra e paralajmëruar më parë, tjetra më vonë, por që ndodhen brenda ditës sotme, mendoj që kanë qenë dhe me miratimin e heshtur të zotit Rama në mos me nxitjen e tij, në mënyrë që t'i japi të dy kampeve, siç ishin dikur raportet e zotit Ahmetaj me zotin Balluku apo të zotit Veliaj me kampeve që ju nuk do ta gjuani shtëpinë me gur. Domethënë, në momentin që ju bëni kolateral i dëmshëm për apo ktheni në bagazh të panevojshëm për Partinë Socialiste dhe për qeverinë natyrisht, Partinë Shtet, atëre çdo gjë është e sakrifikueshme, por çdo gjë ka kohën e vet. Dua të zhvendos diskutimin përsëri në lidhje me opozitën. Qeveria kalon nga skandali në skandal, ndërkohë opozita nga dështimi në dështim. Si ta kuptojmë këtë dialektik paradoksale? Po, natyrisht, skandalokracia, do me thënë, kur prodhohet nga skandali në skandal, pak a shumë kemi një inflacion dhe këto skandale që janë zëmbëndi njëra tjetrës nuk arrin dot të prodhojnë një masë kritike, e cila do ishte në gjendje të përmbyset çfarë do lloj qeverie, siç kemi parë protesta ditët e fundit, javët e fundit nga Athina në Sofje, nga Beogradi në Bukuresht. Në Sofje e rrëzuan qeverinë, në Bukuresht janë duke rrëzuar, në Beograd duke ndalu prej muajsh, në Athinë kanë marshuar fermerët. Pra, këto i shohim në çdo vend normal demokratik, me përjashtim të vendit tonë, pra të Shqipërisë, ku nuk po bëhet kjo mas kritike. Dhe ka disa arsye pse nuk po bëhet. Para mungojnë katalizatorët social. Mungon shtresa e mesme, është shtresa që ka ikur më shumë gjatë këtyre viteve, sepse është shtresa që ka dhe më shumë mundësi për të migruar, është shtresa që një gjuhë e huaja, që ka një profesion, që ka një mundësi, që kërkon siguri, e tjerë e tjerë. Dhe në mungesë të shtresës mesme, por mungesë dhe të katalizatorëve social, si shoqëria civile organizuar, si grupet e interesit, e tjerë, normalisht që vëmendja është politika, dhe se sa politika do shërbej si lokomotiv, pra kur themi politika opozita në rastin konkret, si lokomotiv e pakënaqësisë popullore. Por ca nga ajo humbja e madhe, se të mbas është 1,1 milion njerëz në kaq pak kohë, ca nga fakti që njerëzit dhe janë zhgënjur nga shumë protesta që kanë dalë dhe pastaj nuk janë materializuar, nga rezultate elektorale shpeshherë të deformuara, por edhe mungesë e kohezionit të veprimit politik nga ana e opozitës, mungesë e një strategjie të qartë. Të gjitha këto, natyrisht të mbledhura së bashku, kanë prodhuar një lloj depresioni social. Dhe ky depresion social shihet edhe në faktin që pavarësisht se kush i organizon protestat, të themi Sali Berisha apo Adriatik Lapaj, pra pjesëmarrja është e vakët dhe nuk është aty ku duhet të ishte. Në 22 dhjetor është paralajmëruar një protestë nga opozita. Prisni diçka nga kjo protestë apo
Po, do me thënë, e para mendoj që duhet të ketë një strategji të qartë, sepse në moment që ti nisë diçka dhe pastaj toj këto nuk është protest, po është foltore, po pastaj toj do bëj një protest madhe, po pastaj gjithë atë fatin e vendos të pjesëmarrja numerike e protestës, po pa pasur një plan që do jetë një protest e pandalshme, do me thënë afat, si kjo që po bën Lapa i Fjerabi, apo do jetë një protest periodike, pra çdo të hënë, si çula, apo çdo fund muaj, do jetë e përfshirë me format e tjera të mosbindje civile, duke çuar dhe në ato që janë propozuar së fundmi që kam dëgjuar, greve urise deputetëve të Partisë Demokratike, ndoshta edhe brenda kuvendit, apo jo, kjo duhet bërë e qartë, pra duhet e para qartësuar brenda Partisë Demokratike, e dyta duhet qartësuar në raport që ka Partia Demokratike me elektoratin e saj, dhe së treti në raport me shqiptarët. Në qoftë se nuk ka një strategji të qartë, koherente dhe të vazhdueshme, mendoj kjo do ishte dëm sjellse për sa i përket masivizimit të protestës apo efektit që mund të ketë për rënien e qeverisë apo krijimit të një qeverie teknike që janë dhe ato kërkesat kryesore të opozitës. Mendoni se Saliani duhet jetë në protestë? Po Saliani, në fakt, siç ka thënë ai vetë, paktën, me sa kam dëgjuar, ka qenë në çdo protest deri tani. Sot e dëgjova Nail Basani kishte goxha më tepër nota kritike se çka pasur pak në takimet që ka bërë më parë në Durrës, në Gjirokastër, duke referuar dhe mbledhjes fundit të kryesisë, ku pati një debat ashpër dhe unë habitem se është e njëjta gjë me këto të spakut që më shpejt dalin në media, megjithëse mbledhjet mbyllura, se sa zhvillohen pra në kohë reale. Kështu që nuk e dim do jetë në këtë protestën e ardhshme apo jo. Ai ka thënë deri tani që unë nuk kam ndërmend të krijoj një parti tjetër të re, as të legalizoj një infraksion, por dua të nxjis tot ai më shumë pjesëmarrje apo më shumë aktivizim të partisë. Sot kishte bërë disa deklarata të tjera, në fakt, që shkonin përkundër asaj që ka thënë deri dje, ndoshta për shkak të ashpërsimit dhe të retorikës që ka pasur përkundrejt zotit Noka dhe Ana Sjellta, apo eksponentëve të tjerë të Partisë Demokratike, kur ka thënë, apo ka lënë të nënkuptoj që natyrisht pakënaqësia është me marshin e gabuar dhe ai preferon një marsh tjetër të veprimtarisë Partisë Demokratike, madje duke marrë dhe stofin e udhëheqësit të atij lloj grupi mocionistësh, fraksionistësh, ta quajmë çfarë duam, për mos u kapur pas fjalës, për të bërë këtë lloj marshi të ri siç kundër ka quajtur ai, por duhet parë pastaj zhvillimet se si do evoluojnë. E kuptoj. Edhe fundit, me kushtet që janë krijuar, e shihni zotin Berisha sërish kryeministër? Po tani e para e punës ne duhet shohim që deri ku do shkojnë këto, po themi, goditje të drejtësisë fakt, por që përkthehen në goditje politike dhe në fatura politike për zotin Rama. E dyta e punës do shohim reagimin ndërkombëtar. Deri tani akoma presim çfarë do thotë rruga Elbasanit apo jo. Delegacioni i Komisionit Evropian e tjerë me radhë, se si do i perceptojnë ato këto goditje. Kjo natyrisht lidhet edhe me përmbylljen e negociatave, nuk do të kaloj shumë dhe për shkak të kohës televizive efektit, por kapitulli 23 dhe 24, që lidhe me gjyqësori, me luftën kundër korrupsionit, me sundimin e ligjit, janë shumë të rëndësishëm, dhe pa përmbyllur ata, do me thënë, nuk mund të kemi atë pritshmëri që pak na shpremtuar që Shqipëria do jetë pjesë e Bashkimit Evropian deri në vitin 2030, më së largëti. Kështu që janë të gjithë këto komponentë të lidhur, dhe së treti është pjesa e reagimit publik, natyrisht me katalizator opozitën. Duam apo s'duam, Partia Demokratike është faktori kryesor politik, opozitar në vend, dhe natyrisht ka rolin, përgjegjësinë, detyrën që jo vetëm të krijojë një sintezë të brendshme dhe një komunikim politik me pasuesit e saj, por natyrisht i plas edhe pjesës tjetër të elektoratit. Nëse do arrit ta kryej këtë, të themi, ngjizje të pakënaqësisë popullore në një leitmotiv politik, dhe të dalim me një agjendë të qartë dhe të imponohet qeverisë, natyrisht duke pas parasysh edhe faktorin ndërkombëtar, edhe negociatat, depresioni që do vi prej andej, kushtet janë që të realizohet paktën mund të kemi zgjedhje parakoshme, mund të kemi qeveri teknike që do na çojë drejtuar zgjedhje të cilat nuk duhen të kontestuara, mund të kemi dakordsi për reformat, tani opozita ka braktisur, momentin që flasi për shkak të zgjedhjes së avokatit të popullit, por ato janë shumë të rëndësishme, shumë kritike, aq më tepër që ne kemi dhe zgjedhjet lokale, zgjedhjet për presidentin që vinë së shpejti, kështu që gjitha këto janë zhvillime të cilat duhet pritur reagimi i gjithë këtyre faktorëve që sapo thanë, ndryshe bëjmë fallxhorin pa filxhan, nëse paragjykojmë ngjarjet. Jemi dhe në fund vitit tani, besoj që fillimi i vitit tjetër do jetë shumë thënës për sa i përket shumë nga zhvillimeve që po lihen pezull këtë fund viti. Faleminderit zoti Kalemaj që ishit në studio.